Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku pica në shtëpi. Fillojmë me përgatitjen e brumit. Marrim një gotë me qumësht të vaket, edhe një gotë me ujë të vaket, një lugë gjelle krip, dy lugë gjelle sheqer, edhe 14 gram majë birrit. I përziejmë së bashku. I mbulojmë dhe i lejmë 5 minuta që të pushojnë. Dhe tani në mikser kemi marrë 800 gram miell, e hedhim miellin brenda në mikser dhe pastaj hedhim majën e birrës që është aktivizuar. E lëmë që të përgatitet brumi në mikser derisa brumi të shqitet nga ena. E tani brumin e kemi gati, e mbulojmë dhe lejmë 1 orë që të pushojë. E tani brumi është gati, është dyfishuar. E ngjeshim pak në tavolinën e punës dhe ndajmë në 3 copa. Pra do të përgatisim 3 pica të ndryshme. Brumin mund ta përdorim me 1 herë ose mund ta fusim në frigorifer, nëse do të bëjmë vetëm 1 picë. Tjetër brum mund ta fusim në frigorifer dhe mund ta përdorim edhe ditën tjetër, ose mund ta fusim në frigorifer të akulli dhe mund ta përdorim kur të duam. E hapim brumin dhe fillojmë me picën e parë. E lyjmë me vaj tepsin, shtrojmë peten dhe tani hedhim salcën. Hedhim djathën e grirë. Edhe unë kam marrë peperoni, salam peperoni, dhe shtrojmë sipër djathit. Hedhim pak krip, pak rigon, pak piper, edhe pak vaj ulliri. Dhe tani pica peperoni është gati, do ta fusim në fornë, ta pjekim në 200 gradë për 30 minuta. E vazhdojmë me picën e dytë. Kjo është sipas dëshirës. Mbasi t'i hidhni salcën dhe djathin, mund t'i vëni në picës çfarë të doni. Është sipas dëshirës. Unë këtë picën e dytë e kam bërë me tono. Pra hedhim tono, një spes të kuq, hedhim qep, i shkon shumë qepa picë me tono, edhe pak krip, rigon, piper, edhe pak vaj ulliri.
Dhe picën e tretë, unë do të përgatis picë margarita për 2 nipat e mi të vegjël. Pra hedhim salcën, hedhim djathin e grirë, kam prej një domatet freskët, edhe pak borzilok që e kam në shtëpi. Krip piper rigon edhe pak vaj ulliri. Pica pepperoni është gati. E presim në copa. Kjo është pica tonë. Dhe në fund pica margarita. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.